dëtarët e Republikës Kosovës, të cilët pritojnë me lexu, dhe të delegacionet e huaja dhe të mysafirët e huaj, të cilët vinë për ta vizituar Kosovën. Dhe sigurisht që Ciceronet që i shoqërojnë, i thojnë, ja në Dubrovje në vra 48 burgosën të armatosur. Ku në botë nuk ka të burgosën të armatosur. Ne mund të kemi qenë të burgosur pjesëtar të UÇK-s, dhe ne është shumë e vërtet që ne i kemi armet, por i kemi në këtë akuzë, janë letër të shkruar. I ushtari i UÇK-s me arme, ka mojt citarme, se ka mojt citarme, dhe këto e në këtë akuzët që i ka pas Serbia. Por ne s'kemi pas lidhëse, ne s'kemi pas tesha. Ne me një palë tesha, i kemi po 6 muj, burger 7 muj. Tesha në kanë ardhë vizitat në për Nishën e për Beograd. Prandaj kjo është një përgatitje e terrenit për ta rishkru historinë tonë, për të cilën ne kemi bo mirë që kemi reagu, dhe duhet të reagojmë çdo herë kur dikush mundohet të bëj dëm këtij vendi. Ballë jemi të dëmtuar. Shkëllëzën Gashi ka deklaru që shënimet i ka morë në Beograd, te Natasha Kandiqi. Po, pak më herë u deklarua Kandiq. Ajo thot që nuk është fare vërtet që na ka kontaktu. Po një bëjthire Shkëllëzën Gashit, pse më rëshës në Beograd nuk jesh ku mu interesu, ku është u këshin hoti? Prej 16 majt vitit 1999, a i njerë është i shdukur. Dhe me mirë të kishte shkru në atë pankart, në atë plakat, në atë pana. Janë të vrarë që kasë dhe është i shdukur u këshin hoti. Ku kënë s'ko? Mande ka shkru të vrarë në moshën 18 vjes, në zero, ka rajt, ka gënyu. Janë 2 të vrarë. është një djallë i honit të lezit, brava mbi emnin, që i ka pas dikon 16 vjeç. Pra ja ka fut veç këtë. Veç sa mi morë pare, qoftë Kuvendit Kosovës, qoftë Ministrisë Punëve të Jashtme, që ja ka ble libra në 2025 në maj, dikon 500 libra me në vlerë 15.000 euro, dhe shumë e shumë biznesmena tjerë që i kanë ndihmu për me e bon. Edhe ekspozitin Prishtinë, edhe me shtyp librën, edhe me ble fotografi, cilë thoshte, në librën tim ka fotografi që askush në Kosovë nuk i ka. Ku pe i merë ato fotografi? Për të gjitha është furnizu nga Beogradi. Unë kjo është mendimi em, dhe po besoj që është këtë e sakt, sepse çdo masakër e paraqitur në sheshin, në ekspozit, në sheshin, në Nateres janë. Prekozi e bën me 38 njerëz të masakruar. Dhe ne e dim historinë sa janë vrarë, dhe ne kemi thënë gjithë botës sa janë vrarë. E thëmë meja, i ka 376 të vrarë, ndërsa kjo dhe një 40 i hub krejt. Nuk dim pse, nuk dim ku u bazu. Ka obra shënime, ka shënime në Kosovë. Kjo ka thonë, fajtojnë institucionet se s'kanë thonë shifrat sakta. Dhe këtu është tash diskutim.